më duket që ke tajten, duhet Edi Rama dhe e qeni draft statut kancelarit Scholz dhe I mirë si pas të e fatme? Këtina kancelarit Scholz dhe Macronit, presidentit frances. Qëre, të na, ai ekipi menaxhues, kër e ka qenë në Bruxelles, një konkret sërbë. Bilanioni është deputete e vëqishit në parlament atje. Nuk bom zhurëm të madhe, ekipi menaxhues. E boni Friedrich Herbert Stefan, duel me ta, so bot, po qysh bre burr për këta s'po flet kur ku duel Edi Rama, vllai joni Shqip nisu bunomi që ka buni draft statut, po e ka qy propozim, po pse mos më quhet? Po kur jemi te marrëdhëniet për shembull me ndërkombëtar, po flitet që Albin Kurti I ka prish marrëdhëniet, kjo gjë shumë me shtetet. Me ko e ka mirë tash për momentin? Vallai s'më me gjet. Me Erdoganin e ka mirë. S'më me gjet për këtyne me Amerikë çfarë tash? Kur çerto kështu Amerika si ki punë mirë, por shkurt. Vallahi njëherë nëse të thot diçka ta dish që s'ta harro kurr. Me Britaninë e Madhe zoti Kurti ka pas shumë ofër, ka qenë afër fort me ta, edhe këta ka nis ka pak me lçuar në ujë. Me Francë e pomsa ose hati, domethënë nuk ka kur Me Gjermani? Edhe Gjermania ke ky zoti E me Turqi? Emisari special I kancelarit Scholz që ishte këtu zoti Sarazin, tha kjo është budallaki që keni bën veri. E tash, nëse I ka met veç Erdogani Kurtit, ja pof qykën e hajrit. Po, a? Por, unë mendoj që është gabim I madh pa Amerikën me hi edhe në mal, tonën, do unë është moli yt, është mirë me vetë Amerikën, a bën me hi të prej dru. Po dhe se jena projekti tyme, shkur Shqip. Po sponsori kryesori I shtetësisë Kosovës, na ka bo shtet, na ka shlirue edhe unë e ti po flasim që tu, Shqip. Duke Shqip, po ngojmë kong patriotike, me mësafer, me gjithë fol shteteve të bashkuara të Amerikës. Domthonjë nuk ka këtu kurfar të panjohore. Më janë nguhet deklaratat kryeministit Kurti më herët që ka thonë, ai I thot në vitin 2000 para një 6-7 vjetë, kene deklaratat tina që thot mirë, aleate kena pas luft që na ka animu, po nuk, Amerika nuk mundet me konë për tardhmen aleate. Kështu kje, deklarat publike e tina. Qka ta mërë bëja, cila do t'jetë ardhmja e kryeministrit Kurti? A do t'ketë mos besimi? Qëre, apo do me thonë kështu, Allah katonorqe, a me t'kallzu kështu? Allah katonorqe. Vallohen kungull të kres kanë me qitë, që nuk kam e dit as ka po I vje. Po nashta e ko që më rëdzu vetën, edhe më ngrit për sëri maj fëqeshë. Jo. Ai, nëse vazhdon, nuk mundet shqiptarët me ishti mu bo anti-amerikan. E ka gabim të madhë. Na ka trasu Ibrahim Rugova rrugën edhe kur me lëshuat rrugë s'kem. Ut bosha, pa ut bosha, s'ta që jemi. Shkurtimisht deshta, kur jemi te Veriu Mitrovicës, ti ke thonë që e din me emra se kush kanë qenë sulmusit. A mon është një 2-3 emra? Ja, I ka thonë Kurti ata, jone. Po ande, po informacionet I ka morti kun buraj. Ti e Wikileaks. Ne instituti që na kemë zyret në Veri. Një e ka thonë gabim. Njëri paralizu në dëmonë. Që të kalzojnë që ka bu. Ne jemi instituti, kemë zyret në Veri. Po. Zyret në Veri I menagjojnë, janë serbe ato që I menagjojnë. Sigurisht. Unë jam drejtor ekzekutiv, po ajo e menagjojnë. E menagjojnë zyren. Dhe jo veç atje, na kemë edhe në Beograd zyre. Po normalisht, në drejtnike, në kuptuat që shumë të tjera e ti. Na kanë dhonë dhonat çka po ndodhë. Na thanë, do simpatizues Crvena Zvezdës Beogradit, edhe të partizonit kanë hymë mrena në Veri, me të 29-ën, do onë 29 maj. Edhe tha, janë edhe do me moska që po I veshin do harë minilashe, që ka qëtë që mftyrës, tha, për ta po flitet që janë pjesë të gjandarmerisë sërbe, të trajnuam për kriza. Këtë informat që ma kanë dhonë mua sërbet e Veriut të zyresime, unë këtë informat e kom dërëzue në organet sigurisë Kosovës. E kjo është me dasht shtetin. A di kur të ka ditë Kurti, do të me dasht këtë shtet. Po na pëdojna për këtë shtet, që kjo është dashnia. Me shku me I kalzue organet të sigurimit që kemë probleme. Me I kalzue para se me ndodhë. Kjo është dashni. Unë kështu du shtetin. A o konë s'kena orë Fatme, si mas te? Se I pom para disa dite këfori luj keme sërë, burë. Ngreshin kanupin. Jo, ata relaksun situatën dhe u bu mirë. U bu mirë që relaksun për këtë situatë. Po për shambull, shumica njerëzve që kanë qenë Verit Mitrovicës, do më thonë të gazetarë ndryshëm, kameraman, sene,
e kanë ditë që është në një farë lloj skenori, bura. Kon skenora ja. Ja. Nuk më Pse u kry bashkë premtën? Nuk më. Si me plus në qyqenalën. Ka fillu të premtën. Kurti, kur I ka Po, posi... se atë premtën tjetër u kry, domethënë. Ngëm. Ja, edhe sot ka pas protesta. Po protest po, jo, domethënë, Jo të nivelet ashtu, është qetësu situata. dy qyqenal sikur me plus më kon. Nëse çu skenor, atëherë në më thon kështu për shembull, Kurti kur I ka posi një 15.000 serb, Dveriu të nisën në Beograd me shku në atë mitingun e Vučićit, ky çat ditë I ka quajtur këta kryetarët. A kupton, nëse është skenori Kurtit. S'po flasën I kujt, a është skenor? Se ka dalë senator, 2 senatorë amerikan, kanë të mërkurën të Kurti. Senator amerikan, demokrat republikan, I erdhën takim, I priti mrekullueshëm. Ata ndonë të kënaqën. Kur çka ndodhi? Mas 2 ditë ky e boni këtë aksion, dolën ata senatorët amerikanë, tha, na preve në Bezbur, që s'na kallëzove, tha, neve fare që kemi marrë kësi, këtu e në deklarata të tyne, në Twitter I keni. Duel Blinkeni, duel në gjithë, dhe natyresht që nëse o konë skenar, o konë I Kurtit, për mi botë që të farë mishmosh. E qka ka ndodhe? Ata kryetari kësyri atë të ngratit, shkabre me 2% bre sa dre, nuk shkabre me u bu për kryetari, me të vëtu I qenë vetë, o burë dhe vetë. Sa vetë jema pak? 120, nuk është e pa mund që më bu kryetari, është legale, ke plotësu kushtetut, ligjin, këtë këtu, po 99%, 98% nuk po të pranojnë ty kështu. Dhe këtu duhet zgjidhje politike. Zgjidhja politike është Kurti me Vjosen, me Glaukun, me shkue, edhe më ungjë me ata krerët e listës sërbë atje. Me fol me ta. Se që ata janë përfasues popullit sërbë. Që ka me I vot ashtë, na e nuk I zgjidhëm, kënë e zgjidhën sërbët. Edhen, prandaj, kjo është gabim, prandaj Amerika kështu ka tjetër, është e rrezikshme shumë që që e njëherë policinë dhe dashtë me shti Kforin në luft. Kforin ka dashtë me shti në luft. Kur I sillshin ata Kforit, pa kujtë që s'kishin mujtë Kforin me qite me bo... Mi bo trush. Po atë masakri ish bo. A kupton? Pra, ka qenë rrezikshmëria në nivel shumë të lartë. A u konë rrezik për naj luft, se shpesher disa analist në për media kështu thëshin që ko nashta mund më konë të me thonë piknisja, dikush ka thonë piknisja e luftës tretë botërore burë kësi konspiracione. Qërë rrezik I madh u konë dhe është hala, nuk ka kalu rreziko. A mendon që është Kosova dhe me thonë piknisja jo, unë mendoj për me krizë në luftë tretë botërore? Mendoj që me këto veprimet Kurtit, kena me mrinë në një situatë shumë të pafavorshme për shtetin tonë. Se s'ka mundet me ndodhë tash. Tash, ky po thot që unë ashtu e këm bindjen, apo nashta po gaboj, por bindja jam është që ky nuk don mi themelu këtë asociacionin. Ky nëse nuk don mi formu asociacionin,